Hoxha, a lejohet të jepet sadaka për të vdekurit? Edhe kjo është më rëndësi në këtë temë, sidomos në këtë temë. Ata të cilët kanë vdek, kjo është më rëndësi. Cili prej neve nuk ka familjar, antar të afërt që kanë vdek. Se cili prej neve, ose e ka babën, nanën, vëllaun, motrën, gjyshin, e kështu me radhë. Ata kanë vdek. A kemi mundësi ne me bo ndonjë të mirë për ata, pas vdekjes? Unë në një prej ligjeratave, ma herët, e kam përmendur, kur ti nanës tënde të vdekur, ja ke dhënë një kafe. Dhe dikush thot, nana ka vdek, po, që sa ko, që 5 vite, që 10 vite. Ti del pi kafe për çdo ditë. Del me shoshni, me rreth, me familje, kështu me radhë. Në sa raste ti pagun kafe. Ose tash e pagun një iftar, një dark, një ndim dikujt mirë. Asaj nane e cila ka vdek, kur ja ke dhënë një iftar? O gjo, asaj nane që ka vdek, kur ja ke dhënë një kafe? Po si, ato të holla, së paku aq sa kushton një kafe, apo një iftar, apo një dark, apo një dhurat dikujt, me ja dhënë nanës së vdekur. Po si ka mundësi? Me dhënë sadaka për nanën tënde. Me dhënë sadaka për babën tënd. Me dhënë sadaka për dikant që ka vdek. A i shkon shpërblimi? I shkon shpërblimi, elhamdulillah. Kjo është nga mirësia Allahut azza wa xal, që Allah na e ka mundësu që ti, nana ka vdek, baba ka vdek. Nuk është kry. Nuk ka përfundu hakun ndaj tyre. Kur përfundon? Kur ne të vdesim. Momentin që unë e vdes, a muj ma me bo diçka? Atëherë s'ka. Ama unë jam gjallë, a muj me bo hala? Mundesh me bo hala. Po çka mundesh me bo? Në mesin e disa ibadeteve, që ka mundësi disa të mirave, mua bo atyre, është edhe sadakaja. Jep sadaka edhe për vete, po jep sadaka edhe për babën. A i shkon? I shkon. Jep sadaka edhe për nanën. A i arrin shpërblimi? I arrin shpërblimi. Sigurisht? Sigurisht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një njeri tha, ja Rasul Allah, baba im ka vdek. Në një transmetim tjetër, dikush tjetër, nana ime ka vdek. Ja Rasul Allah, a mundem me dhënë sadaka për atë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, po mundesh me dhënë sadaka për atë. Në një transmetim tha, nana ime ka vdek, nuk kalon testament, nuk kalon porosi që une kur të vdesi jepni për mua. Po të kish pas mundësi me fol, në momentet e fundit, kish të thonë, a me dhanë për te, ja Rasul Allah, jep për nanën tënde. Pra jep sadaka për atë që ka vdek, sadakaja i shkon, sadakaja i mbrin, shpërblimi i mbrin. Po si me dhanë, jep sadaka me njetin që shpërblimi se wapi i kësaj sadakaje mi shku nanës time, mi arrit babës tim, edhe ata të kenë shpërblim prej neve, nga se e kanë lënë një djalë në rrugt të Allahut, e kanë lënë një vajzë në rrugt të Allahut, kanë lënë nipa edhe mbesa në rrugt të Allahut, elhamdulillah. Dhe kjo është e mira që ju arrin edhe atyre, inshallah. Allah shpërbleft. Unë më shiroft prindërit tonë. Amin, gjithë, amin.